Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në ditën e sotme, veçanërisht zotin Luan Bregun, nënkryetarin e shoqatës të verbeve të Shqipërisë. Ky është takimi i dytë që ne bëjmë me shoqërinë civile, pra Lëvizja Shqipëria e Re, në funksion të platformës që do të ketë. Kemi menduar që të dëgjojmë mendimet tuaja dhe problematikat kryesore që evidenton shoqëria civile, njëkohësisht cilat janë problemet e tyre ligjore, cilat janë a është e nevojshme infrastruktura për të kryer një punë sa më të mirë shoqëria civile, dhe të gjitha mendimet tuaja ne jemi të gatshëm që në ditët në vijim, duke i strukturuar ato, të bëjmë pjesë të kësaj platforme. Së pari do të doja prej jush zoti Luan të dëgjoja cilat janë prioritetet e shoqatës tuaj. Shoqata e Verbeve të Shqipërisë e krijuar që në 1991, 8 nëntor të 91-shit, si objektiv të saj pati integrimin në shoqëri të gjithë personave të verbër. Por njëkohësisht, si objektiva kryesore, ne kemi patur arsimin dhe edukimin, punësimin e gjithë personave të verbër, si dhe përfaqësimin demokratik të tyre në shoqëri. Që në vitin 1996, Parlamenti Shqiptar miratoi statusin për të verbrit, kishte një goxha arritje, ishin disa nene të ligjit që të verbrit kishin përfitimet e tyre, por me kalimin e kohës, si të thuash, kemi vënë re një zbehje dhe si thuash ne kërkojmë tashti që për zgjidhjen e problemeve dhe për mbrojtjen e drejtave tona kërkojmë më shumë këtë pjesë të ligjit, që ne të jemi partner dinjitoz në hartimin dhe në diskutimin dhe në miratimin e akteve normativeve dhe të projekt ligjeve të ndryshme që bëhen në interes të vetë të verbërve, por edhe të aftësisë kufizuar në tërësi, sepse na duket sikur kjo çështje nuk është në nivelin e dur, mbasi në disa si thuash ndryshime ligjore, se s'mund t'ja vësh emrin as përmirësime, as përkeqësime, se në fundit më shumë janë përkeqësime, ne nuk jemi thirrur si palë konsultative në hartimin e këtyre ndryshimeve. Pra kjo është një çështje që ne sot na shqetëson, krahas atyre çështjeve të tjera që faktikisht tashmë dihet nga gjithë shoqëria shqiptare që ne nuk kemi qenë dakord me përkeqësimet që janë bërë ligjit për statuset e verbeve për sa i përket nenit 11 dhe 12. Për ato çështjet e energjisë elektrike, çështjet e telekomunikacionit dhe të udhëtimit. Gjithë përfshirjen, ose ligji integral, i cili ka disa vite që punohet për këtë projekt ligj dhe një ditë prej ditësh na u dhan në dorë dhe ditën e dytë na kërkoi nga Ministria e Punës që ne të merrem pjesë në diskutim. Gjë që ishte e pamundur dhe ne kërkuam që ky projekt ligj të diskutohej në të ardhmen. Mbasi të na lish kohë që ne të diskutonim me shok, me jurist, në fundit të diskutonim me anëtarët e shoqatës tonë në lidhje me problemet që kishte në këtë projekt ligj. Gjithsesi nuk kemi marrë përgjigje akoma, ne nuk e kemi zhvilluar takimin, jemi duke diskutuar këtë, por sigurisht që aty vëmë re disa defekte jashtëzakonisht të mëdha që ato ne nuk mund t'i pranojmë. Bashkëpunimi me shoqatat, si me shoqatën tuaj dhe me shoqatat e tjera, do të vazhdojë. Në lidhje me problemet e ngritura nga nënkryetari i shoqatës, zoti Luan, e ngre me të drejtë shqetësimin që thotë që ne nuk kemi qenë palë në marrjen e vendimeve apo në problemet e tjera që janë trajtuar në takimet që keni pasur me me titullarët e institucioneve. Nga ky moment, duke qenë se dhe ne jemi një grup juristësh, se punojmë në grup si qendër, do të keni mbështetjen tonë si në ndërhyrjen dhe përmirësimin e legjislacionit, përsa i përket edhe ndryshimeve të kohës së fundit që ju janë paraqit pranë qendrës, po ashtu edhe përsa i përket çështjeve të tjera si për energjinë elektrike, që ka pësuar ndryshime me sa thatë ju, po ashtu edhe për shërbimet e tjera sociale që mund të vijen në ndihmë, po të gjitha këto duhet të bëhen me ligj, dhe të jenë të përcaktuara. Qytetarët shqiptarë, ata personat me aftësi të kufizuar duhen të përfaqësohen, dhe më mirë se mund të përfaqësohen personat veten, edhe kjo është dhe një nga motot që shoqëron dhe
dhe konventën e personave me aftësi të kufizuar, dhe këtë shteti shqiptar duhet ta plotësojë. Ne kërkojmë domethënë që para se të miratohen ligje të tilla që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e tjera, të miratohet konventa, të ratifikohet konventa nga Parlamenti shqiptar dhe pastaj ajo do të krijojë një lloj sigurie, si thua, sepse ka një përparësim mbi të drejtën e brendshme, kështu që do të kemi një lloj sigurie për ligjet e tjera ose aktet e tjera nënligjore që do të miratohen për personat me aftësi të kufizuar. Është shumë e vërtetë, domethënë që shqetësimi ynë i këtyre viteve të fundit ka qenë domethënë mos pjesëmarrja ose mos pjesëmarrja si grupe interesi në miratimin e ligjeve dhe aktet të tjera nënligjore nga Ministria e Punës, duke filluar që nga Ministria e Punës dhe pastaj me gjithë qeverinë shqiptare. Cilat janë problematikat kryesore që ju evidentoni dhe mendoni që këto problematika tashmë duhet të zgjidhen? Problemi kryesor është ai që ka të bëjë me mënyrën e arsimimit. Qeveria shqiptare duhet të kujdeset domethënë për mirëarsimimin e personave të verbër, pra domethënë duhet të barazojë me fjalë të tjera duhet të barazojë mundësitë. Me atë, pra ajo duhet të japë fonde. Domethënë nëse ne na duhet një libër i përshtatur, domethënë për personat me aftësi të kufizuar, në braille apo në mundësi tjetër, në formate të tjera, domethënë të aksesueshme për të verbrit, domethënë ajo duhet ta financojë ato siç financon dhe librat për pjesën tjetër të popullsisë. Po problemi më kryesor është punësimi. Ky është problemi kryesor, duke filluar që nga ata që problemi po shumë e thjeshtë për ta bërë përqindjen, sepse mund të thuash 99 dhe pastaj thua sa duash përqindje pa punë, por këtu do vija theksin për ata persona të cilët kanë një profesion, për kanë mbaruar një arsimim nga më të lartin, domethënë, dhe edhe në këtë rast nuk gjejnë mundësi për të punësuar. Në pak raste është gjetur kjo mundësi dhe kjo domethënë me dashamirësinë e personave përgjegjës, domethënë që i kanë punësuar. Megjithatë, domethënë problemi i madh në këtë drejtim për punësimin, sepse të gjithë nuk do të jenë si të verbrit, nuk mund të thuash gjithë të verbrit që janë të zgjuar. Ata sipas komunitetit që është në Shqipëri edhe të verbrit në komunitetet e tyre ka njerëz të zgjuar, më pak të zgjuar, njerëz mediokër etj. Pra, por të gjithë duhet të punësohen. Domethënë mundësia, domethënë paktën të arrijë të barazohet me shkallën e papunësisë, bie fjala të mjedisit, pra të vendit tonë. Kështu që por në këtë rast, domethënë arsimi profesional është lë për të dëshiruar në këtë kuptim dhe në këtë qeveria duhet, domethënë ose duhet bërë dorë, se thua për të përgatitur njerëz nga ana profesionale, me profesione ndoshta të përshtatura për të verbrit që mund të jenë profesionë ose të paktën në ato ku kemi, domethënë, profesione të tilla si muzikantë apo profesione që mund t'i bëjnë, duhet të kenë një lloj përparësie për të punësuar në të vende që ata mund të jenë, domethënë, ndihen të aftë. Por punësimi është një nga ato gjëra që ne na shqetëson jashtëzakonisht, që shqetëson ndoshta mbar shoqërinë, po që unë do të ngrej si shqetësim që shoh që të bësh një draft ose projekt ligj dhe për të flitet për të verbrit dhe mos jetë pjesëmarrës, kjo shoqat unë e shoh jo me vend. Dhe që këtu fillon mangësia e këtij ligji, qofse do kalojë në parlament. Ka mangësi theksuar dhe pothuajse është një nga ato ligjet, si shumë ligje tjera që janë ligje, po kanë zënë qosh aty dhe nuk bie njëri mend për me i trajtuar. Mjaft shqetësuese për vetë shoqatën e të verbërve, që nuk jemi në partneritet me organet shtetërore për të na pyetur dhe për të na marrë mendimet. Por dhe kur na kanë thirrur, siç është rasti i Ministrisë Punës dhe Çështjeve Sociale, asnjë nga vërejtja dhe kërkesat tona nuk është marrë parasysh. Po të krahasosh statusin e vitit 96, që është miratuar në kuvend, dhe sot do të shikosh se sa mangësi ka dhe sa është prekur në dëm të verbërve. Do thosha
Dhe doktor Luça, me qenë se mendoj që kemi gjetur një vend dhe një mbështetje në këtë rast, të paktën jo vetëm që mos na preket më tej statusi, na mbështesni, por dhe mundësisht më është edhe ato që është vendor mbi të ketë mundësi sistemohen. Atëre falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që ishin në këtë takim, veçanërisht ju zoti Luan Bregu, sepse ne kishim të nevojshme të dëgjonim zërin e një nga shoqatave që ka më shumë antarë, domethënë, në shoqërinë civile, prej 10.000 antarësh siç janë të Verbrit. Është një zë që duhet dëgjuar jo vetëm nga ne, por dhe nga institucionet përkatëse, veçanërisht nga Ministria e Punës. Ne të gjitha konkluzionet që nxorët sot në këtë takim do t'i bëjmë pjesë të platformës së lëvizjes Shqipëria e Re, dhe niveli i demokracisë dhe i shtetit të së drejtës duket realisht se sa ne jemi të aftë të respektojmë të drejtat tuaja. Ne angazhohemi që edhe nëpërmjet gazetës 77 News të dëgjojmë të gjitha ato shqetësime tuaja dhe do i mbështesim edhe në propozimet e ardhshme ligjore që do të bëhen, që ju të jeni ose më mirë ju të keni një mundësi për t'u dëgjuar dhe realisht të thoni problematikat tuaja. Njëkohësisht edhe në lidhje me arsimimin, propozojmë që Ministria e Linjës, në këtë rast Ministria e Arsimit, duhet që të krijojë infrastrukturën e duhur për të gjithë nxënësit në shkolla që janë të Verbër, njëkohësisht edhe institutit përkatës, në lidhje me aftësinë e kufizuar dhe sidomos personat të Verbër, që të jap librat në Braille dhe mbase edhe bizneset tu të solidarizohen dhe ata kanë mundësinë reale që të afrohen pranë shoqatës tuaj, me qëllim që ne si shoqëri të jemi e kompletuar në kuptimin e asaj që të gjithë sipas aftësive të gjejnë mundësinë që të ushtrojnë profesionet e tyre, të kryejnë një jetesë normale. Ju falenderoj edhe një herë gjithëve për pjesëmarrje. Faleminderit.